kuadër të trajnimeve që organizojnë Qendra ABA. Sot do të bëjmë një trajnim fushor për menaxhimin e bletëve në kullotat e gështenjës. Praktikisht ndodhemi në një lartësim 900 metra nga niveli i detit në një pyll me gështenja. Gështenja e ka lulërim të kompozuar kryesisht nga lulet meshkuj që janë të dukshme, që janë si pije të bardha, domethënë, dhe që janë shumë të tërheqëse për kolonitë e bletëve. Dhe jo më pak rëndësi ka edhe pjesa e lulërisë femër, sepse kjo pjesë arrin dhe të bëj atë që quhet procesi i frutifikimit. Janë kullote shumë tërheqëse, është një nga kullotat kryesore të pletarisë, si për nivelin e nektarit, po ashtu edhe për sasitë e bollshme të polenit, i cili është super cilësor për të ushqyer veglit dhe për të mbajtur koloni të forta bletësh. Mjalti i gështenjës është një mjalt që në nivel të ngjyrimit ka një ngjyrë kafe me pak refleks në kuq. Është një mjalt që ka për efekt të raportit glukozë-fruktoz kristalizon shumë pak ose as pak, por lulëritë e gështenjës shoqërohen në të njëjtën kohë edhe me shumë pjesë të tjera të lulërive poliflore që janë të lidhura me të filore dhe këtyre zonave malore dhe pa diskutim dhe me shumë bimë aromatike dhe mjekësore që shoqërojnë këtë sezon pletarisë. Gështenja në territorin e Shqipërisë fillon të qelë zakonisht, domethënë lulëritë kryesore janë nga fillimi i muajit qershor dhe mund të mbyllet në zonat e larta malore në fillimin e muajit korrik. Në varësi të densitetit të pemëve të gështenjës që gjenden në pyje të këtyre kategorive, varet edhe sasia e nektarit dhe polenit që mund të marrin bletët në kullota të tilla. Duke qenë një kullot që ka vlera shumë të mëdha për bletarin dhe që janë zona ku ajo që është më kryesorja, pesticidet janë në nivelet zero të mbetjeve të mjaltit, pra nuk janë të ndikuara nga kullotat e tjera, domethënë të bimëve që kultivuara nga dora e njeriut, të cilat edhe mund të spërkaten në momente të ndryshme. Kjo i arrit edhe më tepër kërkesën dhe cilësinë të mjaltra të tillë. Dhe për këtë arsye bletët shtektohen në kullotën e gështenjës. Është e këshillueshme që të shtektohet parku në kullotën e gështenjës një javë përpara se sa kjo kullot të qelë, me arsyeën e thjeshtë që bletët duhet të jenë të ambientuara me një kullot të tillë. Gjitha bletët që shtektohen, siç jemi në këtë rast, kemi bletët me kap, janë bletë që të paktën duhet të kenë rreth 20 rrugmiz, pra siç e shikoni, duhet jetë plot bleta dhe e përgatitur për kullotën kryesore, siç është kullota e gështenjës. Po ta shikojmë brenda. Bletët përpara se të vinë kullotën kryesore janë me diafragëm poshtë, me qëllim që pjesa e sipërme ku do të pritet që të depozitohet edhe sasia e nektarit të jetë e lirë nga pjellja, që mos krijojë probleme pastaj për procesin e pjelljes bletarit. Shumë kujdes duhet që kur fillojnë kullota të tilla siç është kullota e gështenjës, kemi kujdes që bletarët të kenë parasysh që në katet e poshtme të bletëve mund të depozitohen sasi shumë të mëdha të polenit dhe nuk do të ngelet hapësirë për pjelljen në pjesën e poshtme të polesë. Kontrollohen këto dhe të ngjiten në katin e dytë njëra pjesë me qëllim që mos na dobësohet kolonia e bletëve për më vonë. Pra të kemi të ruajmë një status të mirë të sasisë së pjellëve të pjelljes në pjesën e poshtme të polesë. Gjithashtu, duke qenë se është një polen me vlera shumë të larta për ushqimin e kolonisë së bletëve, po ashtu edhe për konsumatorët që përdorin polen, domethënë në dietën e tyre ushqimore. Kjo sasi poleni,
sa i përket të bletëve, për bletarët që aplikojnë bërjen e shtesave të reja, mundet që të merret një sasi e këtyre kornizave me kur janë më tepër se sa i duhet vetë kolonisë. Dhe t'ju jepet secili bletar të ndihmojë kolonitë e reja të bletëve, pra shtesat e reja të bletëve me këto sasi poleni, sepse është një ushqim proteinik që nuk mund të zëvendësohet nga ushqimet e tjera ose zëvendësuesit e tjerë që prodhohen nga industria ushqimore e bletarisë. Kullota ka gati një javë që ka filluar. Janë koloni shumë të shëndetshme. Edhe bletari ka manipuluar në një mënyrë shumë korrekte parkun e tij të bletëve. Dhe po të shikojmë, prurjet janë të kënaqshme deri tani, edhe ju urojmë që të ketë një prodhim sa më të bollshëm këtë vit. Jam për gjatë lullërisë gështenjës, duke qenë se lullet mashkullore të gështenjës japin sasi shumë të mëdha e poleni, bleta merr sasi shumë të bollshme. Duhet ta shmangim llokimin nga poleni, duke manovruar me kornizat. Gjithmonë kujdesi duke i mbajtur i ulur mëmën poshtë momentin para se bletari të shtektoj, vendos diafragmën, bëj kontrollet e duhura pas ardhjes në shtektim. Jemi gati 8 ditë që kemi ardhur në këtë kullot. Kullota duket e bollshme, për gjatë kujdeseve që do të ketë bletari, domethënë do të shikoj se si do të jetë ecuria me prurjet e nektarit, pavarësisht se futet gjithmonë ke ato që janë kullotat me nivelet më të larta të nektarore, domethënë që jep në kotat malore, por duhet kemi parasysh që gjithçka varet shumë dhe nga kushtet e motit. Pra në momentet e rreshjeve, ftohjet e papritura të motit, pra kushtet klimatike janë një faktor i dytë, por shumë i rëndësishëm për prodhimin. Aktualisht prodhimi duket që po vjen i mbar dhe mendoj se në 10 ditë që në vijim, nëse do të vazhdohet me këtë ritëm, momenti kur 75% e kornizave, ne e pam shumë që gati 40-50% e kornizave në pjesën e sipërme janë mbulosura, në moment kur 75% e kornizave janë mbulosura, bletari mundet që vijojë me procesin e vjeljes, dhe kjo është fundi i menaxhimit të kolonive të bletëve, si hapi fundit i menaxhimit të kolonive të bletëve në kullota valore, si që kullota e gështenjës. Ju faleminderit për vëmendjen, për çdo pyetje që do të keni drejtohuni rubrikës Pyet ekspertin dhe do të merrni për analizën e katërorëve një përgjigje. Faleminderit.